ishin dhe dyshin ka ardhur kaq mirë dhe pastaj vjen Gjerdani. Gjerdani, po. I katërti është? I katërti është kthimi në Kopësht, që zhvillohet prap një pjesë e mirë, zhvillohet në Angli. Unë jam gati të filloj të pyes tani si vazhdon, se ky është problemi që unë kam arritur këtu dhe dua të di po ç'do bëhet me ata. Jo, ti do ma tregosh, po duhet ta përkthesh. Po, mendoj që do kënaqesh. Gjerdani është pjesa, mua personalisht më pëlqen më shumë pjesat e Gjerdani. Sepse ata kthehen, e takojnë Elenën, që ndodh me vajzën, a marrë vesh Elena që ajo është vajza e Anës dhe jo e Suzanës, dhe më thënë, ke kaq pyetje, dhe shumë e bukur e shpjeguar, jo shpjeguar, po ajo ndjesia që problemi, Ana nuk flet për vajzën shumë, dërsa ai e ka evuar, sepse ai shikonte në rrugë, e kam bërë këtë, që shikonte vajzat vogla që i dukeshin se ajo, dhe pastaj shkonte gati dhe i pyeste prindrit kur ka lindur, kur do me thënë dilte pak nga kontrolli. Dhe Ana për këtë ishte e prekupuar, sa që ti që e ke lexuar që kjo Nermini thot që doktori duhet të vizitohet. Sepse kishte këtë, normal, ata janë dy të rinj që lanë fëmijën duke 10 muajsh e ka rrethorja shtëpisë për t'u kthyer ta shohin pak më vonë dhe bepas nuk kthehen më. Çfarë ndodh gjatë kësaj kohe? Por një dramë e madhe për një jetë familjare, po edhe për një jetë njerëzore, drama që ndodhen realisht, ndodhen drama. Ka ndodhur, ka pasur prindër që kanë çuar fëmijën për t'u mjekuar dhe nuk e kanë parë më. Po, ndërkohë këtu brenda janë futur dhe ngjarje historike në libër. Për shembull tek Hëna është një ngjarje e bombës tek. E bombës, po, bomba ka qenë e vërtetë. Ambasadës. Se ju e dini që është vrarë dhe ajo Kokalari. Por po, bomba ka qenë një dramë e atëhershme. Nuk e di, mua më pëlqen shumë ajo pjesa që kam bërë me ato copën e drasës që hiqet nga dollapi, ku ajo shikon në ato damarët shikon, ku krijojnë figura faktikisht. Të gjithë krijojnë figura dhe asaj duket që shikon vajzën duke luajtur. Edhe ato copë dollapi e merr me vete. Dhe asnjë nuk e di se çfarë shikonte Ana aty. Sa ajo nuk e ka thënë njeriu. Shumë, është njerëzore, këtë ka libri është njerëzor, këtë tregon një histori njerëzore dhe e tregon në mënyrë njerëzore, sepse është shumë e kuptueshme, është komplekse e gjitha, gjithë historia jonë është komplekse, dhe aty ka dramë, ka urrejtje, ka xhelozi, ka vrasje, janë vite të jashtëzakonshme të ndryshimit të një rendi botror në fundit, ku ne i përkitëm këtej dhe andej lam fëmijët, lam dëshirat, lam veten, lam shumë çka. Për shembull, kur Georgi, një anglez praktikisht i thot, shikon që babai po lutet për shkollimin e tij, ai s'do që ai ta bëj, por është mbijetesa. Më thënë dhe ti e ndjen, e shikon edhe mbijetesën, dhe për shtatjen, e shikon të gjitha. Dhe si befas ata shqiptarizohen për shtatën edhe mbjetojnë. Edhe kjo është njerëzore në fundit, sepse ne duam të vëmë etiketa, tradhtari, armiku, i keqi, i miri. Ne mbjetuam në mënyrën tonë. Njeriu përshtatet. Njeriu ka këtë që ka këtë aftësi të përshtatshmërisë, që forcën e përshtatjes me një fjalë dhe me këtë shkon përpara. Kush nuk përshtatet dot? Zhduket. Si në natyrë. Si në natyrë. Do thënë, o do përshtatesh, o do zhdukesh. Dhe kjo është ajo çfarë. Ato unë aty jam përpjekur, kam nxjerrë edhe personazh që kanë qenë këta intelektualët që vërtet kanë qenë me pozicione të mira në pushtet apo në dikastere, por që e kanë kuptuar gabimet e atij rendi dhe që nuk kanë bërë keq. Se ka pasur nga ata që vërtet të bënin keq, unë vetë më kujtohen disa provokime që kam pasur kështu kot fare, do me thonë nga njerëz, disa pyetje që mua më vinin në pozit, vajze re, 20 vjeç, për shembull, që nuk i përgjigjesha dot dhe kam ndier veten keq. Por shqyr që kanë ndaluar aty, si thuash, por ka pasur vërtet edhe njerëz të mirë, me pozit, dhe unë kam nxjerr aty, për shembull është ai që shoqëron Anën te
takimi me Tiatin. Po, diplomati. Ai është një njeri, sepse është i zbutur nga shkolla, nga kultura. Është i ri. Është i ri dhe shikon, do me thësh, ka kritikën e gjërave, nuk është kalkaroce. Po, flisje me dashuri për diplomatin, me fillat mendoj që mbase... Diplomati do dali prapë se do jetë edhe tek... vazhdon, normale. Do dali në një skenë, kështu, nuk është se por që do dali. Po, të shohim, a e vesh palton Ana, a i gjen porosin e fundit të babait brenda, edhe ka shumë... Jo, mirë, ajo nuk shkon më, se nuk ajo ndërpritet, kuptohet që... Jo, baron aty, po baron edhe në një farë mënyrë dhe takimi fundit të saj, apo ka një takim tjetër. Të shohim, ja? Ja, shiko, unë gati për të ditur si duhet marrësh parasysh që Archibaldi tashmë është plak. Kanë kaluar 18 vjetë. Kështu që... Nga ajo. E sa interesante me gjithë dhe fliste për qajnë aty, fliste për qajnë atë ambientin, sot në atë ambientin e kryuar midis, kështu si në bire që ndronte, aji ambienti kur ata ullën bashkë dhe i tha, i keni të paguar, i kemi menduar ne, kanë menduar ne për këtë gjë. Shumë interesante i gjitha, të dyja vëllimet, të cilat janë, ku janë botuar në Itali, në si në shpi botusa? Europa Edicioni. Europa Edicioni. Kështu do vazhdoj i të gjitha, të katërta. Nuk e di se nuk jam dhe fort e kënaqur nga kjo shtëpi botuse dhe tani po bëj një përçapje që ta publikoj në Amazon, ku do ketë një jetë më të gjatë dhe që dua të mundohem nëpërmjet një agjencie aty të bëj një lloj publiciteti që njerëzit ta njohin. Edhe dua të hap një potentoj, do me thënë. Jo potentoj, po e kam hapur një YouTube personal, por që duhet të ushtrohem, që të punoj, të flas për libra dhe ndërkohë të flas edhe për librin tim. Po jo vetëm për librin tim, aty se nuk mund mbush një 15 minutë. Ke hapur një kanal në YouTube? E kam hapur kanalin, por nuk e kam publikuar, jo sepse... Mund ta tregojmë apo si jemi në Jo, po nuk është sepse... E kuptoj. Unë jam, si të thuash, te aja. S'ka gjë, te aja. Edhe vura re që shikoja veten time, dhe kur pastaj e klikoja për ta dëgjuar, unë kur flisja shikoja veten time në sy. Po, kur e vija, ajo që isha unë shikonte poshtë. Këto gjëra unë nuk i di. Plus pastaj janë ato, jo grimi, jo ka punë, do me thënë. Po jo, ka punë derisa të deri dhe YouTube-i. Po rrim edhe pak të libri, sepse kjo është që na mungon. YouTube-in e kemi, na mungon letërsia. Ju i keni të gjitha. Neve na mungon letërsia. Do me thënë, pas ditën në kopshën e shtëpisë 3 do vi së shpejti, ndërsa i 4-ti nuk është. Po i 4-ti do vi, në Shqipëri do vi pa tjetër, në bas të 3-tit, mendoj që brenda 26-ës, mendoj që të jenë të dy në panairin e ardhshëm në nëndorë. Në panair, kështu që saga është e gjitha në panairin e nëndorit. Po ju mjafton të kushtojnë kësaj, përse ju duhet YouTube-i tani? Po YouTube-i për lexuesit italian. Për lexuesit italian, duhet që të drejtoni nëpërmjet YouTube-it. Po, sepse ata italian që e kanë lexuar e kanë pëlqyer, ata që nuk e kanë lexuar sigurisht. Nuk e din që është. Duhet shkuar me YouTube. YouTube-i në fakt për të gjithë tashmë është dera, dritarja e madhe ku njerëzit flasin, shikojnë edhe flasin. Tani me çdo njeri, unë tani që isha në Itali bëra disa xhirime dhe kur u ndam